Ditën e premte, kur shkoni me fal Xhumon, Sultan Xhumon. Kur shkoni me fal Sultan Xhumon, shkojmë bashk. Edhe shqipforca, edhe shqiptar. Shkoj se nuk andalmi ne. Antarëve tonë mos të shkojnë në xhami, kish, sinagogë, kudo që shkojnë. Nuk i përzimin jetën private të askujt. Po kur shkojnë këto në xhami ditën e premte, shkojnë që këtu një xhami afër këtu është, që e ka ndërtu Sokolloviçi. I thonë Mustafash, ati ku vjen Gashioglu me fal Xhumon. Dhe bllokohet krejt rruga, bllokohet. Shkojnë edhe turq. Dhe më thonë shqiptar, turq, bosnjak, torbesh, macedon, ka besa edhe sërb që i kemi shqiptarizu, që shkojnë me fal ditën e Xhumon. Po kur të vjen punat e biznesin, dëgjon e mirë, kur të vjen punat e biznesit, ai turke, ai halkbankës, nuk do me bë biznes me shqiptarët. Ani pse falëm në xhami bashk, biznesin e ban me Macedon, që e kanë shtetin, që janë i grësht, po e së ndojnë. Hajde unë që nuk u qështu.